Polonia e paralajmëroi të martën presidentin rus Vladimir Putin që të mos udhtojë përmes hapësirës së saj ajrore për të marrë pjesë në një samit në Budapest të Hungarisë me presidentin e SBA-s Donald Trump, duke thënë se ai do detyrohej të ekzekutonte një urdhër arresti ndërkombëtar nëse do ta bënte këtë. Trump tha javën e kaluar pas një telefonate të gjatë me homologun e tij rus se planifikonte të takojë me Putinin në Budapest si pjesë e përpjekjeve të tij për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Gjykata ndërkombëtare penale me seli në Hag lëshoi një urdhër arresti për Putin në vitin 2023, duke akuzuar atë për krim lufte të deportimit të paligjshëm të qindra fëmijëve nga Ukraina. Rusia nuk e njeh jurisdiksionin e GPN-s dhe i mohon akuzat. Nuk mund të garantojë se një gjykate e pavarur polake nuk do t'i urdhërojë qeverisë të shoqërojë një avion të tillë për të dorëzuar të dyshuarin në gjykatën e Hagës, tha ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski për Radio Rodzina. Urdhri i arrestit i GND-s i detyron shtetet anëtare të gjykatës të arrestojnë Putinin nëse ai shkel në territorin e tyre, shkruan Reuters. Mendoj se Palarusi është në dieni të kësaj, prandaj nëse takimi i nivelit të lartë zhvillohet, shpresojmë pjesëmarrjen e viktimës së agresionit, avionët do të përdorin një rrugë tjetër, tha Sikorski. Hungaria, kryeministri i së cilës Viktor Orban mban marrëdhënie të ngrohta me Rusin, tha se do të sigurojë hyrjen e Putinit në vend për samitin dhe kthimin e tij në vendin e tij, pasi ai të përfundojë. Megjithatë, për të shmangur fluturimin mbi Ukrainë, delegacioni rus do duhet të fluturonte në hapësirën ajrore të paktën një shteti antar të Bashkimit Evropian, qoftë Rumanisë, Polonisë apo Slovakisë. Të gjitha shtetet anëtare të BE-s janë anëtare të GPN-s, megjithse Hungaria është në proces të tërheqjes nga gjykata. Polonia, një anëtare e NATO-s, ka qenë një nga mbështetësit më të zjarrta të Kievit që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022.